Përshëndetje Lirik, jemi një ndër qendrat më të mëdha në komunën e Qakovës, në shkollën Yll Morina dhe këtu pranë vetes kam jo një, por 2 qytetarë, të cilët janë mërgjimtar dhe kanë ardhur të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, dhe ajo që është më interesante është se këtu afër kemi zotëria Agim Rama, i cili po voton për herë të parë pas sa viteve që ka qenë mërgjim. Përshëndetje. Ditën e mirë. Faleminderit. Jeni ndër votuesit e parë. Po, edhe që sa vite the që s'keni votuar në Kosovë? Në votimi po është në Kosovë 65 vjet i kam bë me 27 shkurt. Edhe si është ndjenja që po votoni për herë të parë në vendin? Jam i kënaqur se vim në vendin me votua, edhe i përshëndes tonë vendimtarë që janë 5 vite Gjermaninë këtë diasporë. Edhe e cili ke motive që mu zgju kaq herët edhe më ardhë? Jemi të tëra herë zgjuat që në orët në gjezi që në ora 6 edhe fillojmë ato. Ju përshëndes aq do të mirë. Faleminderit shumë. Do të mirë. Afër kishim edhe vëllaun e tij, po ashtu mërgjimtar, po derisa ne ishim në lidhje dhe në bisedë, ai ishte duke parë se ku është, se në cilën vend votim do të votoj, për shkak se edhe për të ishte hera e parë. Vlen të përmendet që shkolla në të cilën ne jemi, shkolla Yll Morina, hera të tjera ku kemi raportuar ka qenë qendra më e madhe e votimit, ndërsa tani është qendra e dytë me mbi 8000 votues. Kjo sipas gjatë bisedës që patëm me drejtoreshën, na tregoi se kjo ka ndodhur si shkak i zhvendosjes së banorëve prej kësaj pjese, domethënë kjo ka ndodhur dhe ka pasur mundësi që qytetarët ta ndrojnë qendrën e tyre të votimit përmes kohës së caktuar e cila ka qenë nga KQZ-ja për ta caktuar më afër vendbanimit të tyre, dhe kjo ka bërë që pikërisht kjo qendër tashmë të renditet e dyta për nga qendra më e madhe e votimit për nga numri i banorëve. Mirëgenta, të falenderoj. Gjithashtu vlen të përmendet që është edhe policia në hyrje të shkollës, të cilët janë duke u përkujdesur për rendin dhe gjithçka të shkojë mbar e mirë. Këta 2 mërgjimtar që i kishim në pamje, po gjithashtu ishin ndër të parët që erdhën dhe votuan këtu në këtë shkollë. Genta, jam shumë kureshtar me ditë apo e shfrytëzojnë dhe apo votojnë pa telashe këta 2 mërgjimtar, me që thanë që pas një jetë asnjëherë s'kam votu në Kosovë, si që përmendi 65 vite jetë, hera parë që vjen në Kosovë për të votuar për zgjedhje. Po, me aq sa e pamni, për shkak se bisedën që e realizuam ishte ende para se të hyjnë dhe të votojnë, gjithçka shkoi në rregull, për shkak se me tyru orientuan tek personat adekuat, me tregu se në cilën klasë janë për me votuar, dhe patën edhe asistencën e menaxherës, e cila i shoqëroi tek klasat cilat kanë pasur për të votuar. Ne gjithashtu do të qëndrojmë në linjë nëse kanë pasur ndonjë të lash ose diçka, patjetër që do të jemi dhe do të raportojmë nga këtu. Mirë, Genta, të falenderojmë shumë, në ndërkohë do të presim